Miq të dashur, mirë se erdhët në Vila 24. Një tjetër ditë na takon bashkë në këndin tonë të gatimit bashkë me Katarinën që është gati për të nisur së pari për t'ju përshëndetur e më pas për të prezantuar recetat e ditës së sotme. Mirëmëngjes, Kati. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë bukur dhe ju ftojmë këtu në këndin tonë të gatimit për të përgatitur byrekun me koçkulla. Një byrek shumë i mirë, shumë i shijshëm, me pak përbërës, shumë shije, shumë tradit. Koçkulla, çfarë janë koçkullat? Ne për këtë po flisnim para se të fillonim. Ka zona që i njohim. Dhe Kati po ma shpjegonte. Dhe i mbillin tek ajo, nuk e di tani, por përpara do me thënë prodhoi koçkulla në zonën e Skraparit, madje toka e Skraparit i bënte shumë të shijshme. Se ka të bëj shumë edhe toka. Po patjetër, ndaj zonat të caktuara shuhen për produktet caktuara. Kështu që tu neve themi koçkulla ose edhe fava që njihet tek paketimi që do ta gjeni tek kompania Neranzi. Sepse kështu flitet edhe në gjuhën greke, fava, do me thënë që përgatitet me këtë gjë. Edhe kush janë këto, të cilat i kemi kështu, do me thënë të thata, i kemi dhe në këtë gjëndi, kjo dhe këto, ashtu si dhe fasulet, ashtu edhe si qiqrat, edhe gjithë këto legume, duhet më përpara me patjetër të vendosin ujë të ftohtë për një natë, me qëllim që të na rrisin, do me thënë të zbutin, të rrisin volumin, sepse janë shumë të forta. Dhe të nesërmen, hedhim atë ujin e parë poshtë, i vendosim përsëri në ujë të ftohtë dhe i vendosim që të ziejmë. Nëse kemi tenxhere presion, ato zihen shumë shpejt. Në rast të kundërt, do t'i vendosni për të zier në zjarr të avashët, shiko tani se si më janë bërë mua, sepse i kam ziher dhe kështu i duam në këtë gjëndje, duke shtuar brënda një qep, do me thënë 100 gram gjalp themun, por nuk do të hedhim të gjithim brënda, do të hedhim 50 gram brënda, sepse gjalpi edhe i bën, do me thënë që të zihen më shpejt, por edhe shijon këtë pjesën e këtyre lëngu të koçkullave që ne do të përgatisim për të bërë byrekun. Pra shikoni se në çfarë trajte e kam unë. Edhe e trash ka goxha lëngun, në? Po, e trash dhe bëhen, do me thënë, shumë të mirat. Është si të thuash një byrek i fasuleve. Skrapari e bënte me koçkulla, koça e bënte me fasule. Se fasule prodhonte më shumë koça, edhe kështu si pas mundësive që kishin, si thuash, nënat gjyshe tona, ashtu bënin edhe gatimet. Atëre, e shpjeguam, besoj, do me thënë për punën e kësaj, është ajo që duhet jo shumë ujë, duhet pak ujë dhe temperatura ullët në mesatare me qëllim që të bëhet avash për të mbajtur shijen në brëndësi. I kemi bërë gati, ndërkohë këtu unë kam vendosur më falni gjalpin që e kem të shkrirë, se do të më duhet edhe gjalp edhe vaj për pjesën e hedhjes petve. Për petet patjetër, ajo që do të bëjmë tani është të hapim paketimin e petave të gatshme që i gjeni tek Neranzi, ashtu sikur se gjeni edhe çdo produkt tjetër që ne kemi mbi tryezë sot. Është një ndër dyqanet tona të preferuara edhe juaj gjithashtu. Ndaj her pas here në Vila 24 ju propozojmë që ta vizitoni dhe të bëhet gjithashtu edhe dyqani juaj i preferuar dhe vendi i parë që do të vizitoni për të bërë pazaret për shtëpinë tuaj. Neranzi është gjithmonë një hap përpara, duke u kujdesur jo vetëm për produktet veçanta, për receta tradicionale edhe të ndryshme, të larmishme, që na i jep si ide pikërisht duke na sjell në shtëpitë tona produktet e tij, por duke i kushtuar një rëndësi të veçantë shëndetit tonë, që vjen pikërisht nga dieta jonë ushqimore. Ndaj ne në këtë studio jo vetëm gatuajmë, por ju propozojmë gjithashtu edhe produkte që duhet t'i përdorni her pas here, si në rastin e koçkullave për shembull, që shumë prej jush i kanë njohur dhe i kanë përdorur kohë më parë, po duhet thënë që tregu i konsumatorëve sot është aq shumë i larmishëm sa ndonjëherë ca produkte që ne i kemi tona tradicionale dhe na sjellin gjithashtu edhe receta shumë të mira, i lëm pak në hije dhe i harrojmë. Ndaj Kati na i risjell së bashku me traditën edhe me zona të ndryshme ku jo vetëm e kanë zanafillën këto receta, por me shumë mundësi edhe vazhdojnë të përgatiten. E kam provuar dhe unë këtë byrekun kështu Kati me të prera dhe me të pjekura dhe më besoni që del aq i mirë dhe aq i thjeshtë është për të përgatitur, sa nuk ka të shkojë. Japin shumë shije, Anila. Madje unë këtyre do të hedhe pak skrip dhe pak piper të zi, sepse shijojnë më tepër këto. Këtu shkon edhe rigoni, në fakt, të këto lloje. Dhe rigoni, po nuk e hedhim brenda, do me thënë, kur i bëjmë për të pjekur. I hedhim pak tek mbushja nëse duam. Tani këto e kemi ndezur furrën më përpara, i hedhim pak krip dhe vendosim që të piqen, edhe pak piper sepse i shijon petët. Në rregull.
Tani visat mund t'i bëjnë në këtë mënyrë, mund t'i bëjnë edhe, do me thonë, t'i bëjnë vetë. T'i përgatisin vetë. Po, pa tjetër, gjithmonë ka forma alternative e kuzhina në varësi të kohës që ju keni. Ne shumë shpesh mendojmë edhe për faktin që kemi një ditë të ngarkuar dhe ndonjëherë qëndrimi në kuzhinë përtej ditëve të fundjavës, gjatë javës nuk është edhe aq kollajt, ndaj produktet gjysmë të gatshme, produktet e ngrira që përgatiten shumë shpejt, produktet e konservuara apo petat e gatshme janë gjithashtu një zgjidhje për të gatuar në shtëpi në kohë më të shkurtër dhe për ta shijuar dhe për t'i kushtuar pra atë rëndësinë e vet që shëndeti duhet të ketë. Kur të duash ti Kati, më thuaj që unë t'i prezantoj recetat që ti ke përgatitur sot edhe të lexuara në ekran. Atëherë sot më shkri muaj Gjalpi Anila, mundet të bësh një aq kohë na duhet. Po. Sa të na shkri Gjalpi, shohim recetat. Çfarë po gatuajmë sot? E kemi nisur këtë ditë të mërkur me byrek tradicional me koçkulla. Po kumbullat të thanta, pse i kemi aty në recet? Apo është gabim? Jo. është gabim ajo? Okej, rrim deri te koçkullat. Kumbullat të thata, thot aty. Jo. Kam përshtypjen që kemi një produkt për të prezantuar, ndoshta na është ngatruar pak me nardenin që kemi këtu, por pas pak do ja u tregoj se çfarë është. Na duan 400 gram koçkulla, 1 litër ujë, 1 qep, 100 gram gjalp, një pako petë ose 400 gram miell, vaj, krip edhe piper. Ëmbëlsire freskët me biskota, pana dhe komposto pjeshke, 1 pako biskota, 200 gram pana, 250 gram krem djathi, 1 vanilje, 1 lugë sheqer pluhur, 1 kuti komposto pjeshke. Okej, këto janë recetat e tjera, po thoja pak më herët që në tryezë sot kemi dhe një produkt që ju a propozojmë. Në fakt e kemi folur edhe me Alken Çukon në pjesën e të ftuarve, ku kemi thënë se nardeni i kumbullës është një lëng që duhet të konsumohet, në variante të ndryshme mund ta merrni, gjithashtu mund t'ia shtoni edhe pijeve apo recetave tuaja, sepse ka atë shijen që vjen sa e ëmbël, sa e afët gjithashtu. Është pa sheqer, pa konservant, po, e vërtet. Alfa dhe K, do të thënë A dhe K. Mund ta lexosh sepse ka shumë. Po, i lexoj se është kurioze në fakt edhe mendoj që është një informacion që na vlen në mëngjes. Nardeni i kumbullës është një lëng i trashë i përftuar nga zjerrja forte e kumbullave bio disa herë, pa përmbajtje sheqeri dhe pa konservant. Produkti është 100% bio, i përftuar nga kumbulla të zonës së Pogradecit, të përzgjedhura me kujdes, dhe disa nga përftimet që Nardeni sjell në organizmin ton janë: trajton kapslëkun, duke pirë një gotë lëng kumbulle, do t'i thoni lëm të mirë problemit tuaj ditën tjetër, pra ka një efekt shumë të shpejt, ka gjithashtu dhe shumë vlera ushqyese, zvogëlon riskun e sëmundjeve të zemrës, ndihmon kundra anemisë, ju ndihmon të bini nga pesha, kështu që të gjitha i gjejmë nga pak veten. Provojni e do kuptoni se sa mirë do ndjeni ditët në vazhdim. Është e vërtetë, Anila është një pije freskuese, sidomos tani për sezon të vers. Edhe kjo është që në zonën e Berat Skraparit, ata e përdorin shumë, domethënë, dhe e përgatisin në shpik se na ka rastisur, domethënë, rastësisht e kam bërë unë faktikisht, por që është ajo zonë përsëri e Skraparit që e përdor. Mirë ke bërë, se duhet i përmendim disa herë. Ose do t'i kthej direkt këtu. U pojqën ato? Po. Okej, thamë që furën e kemi të ngrorë për para, me njëherë fillon të marrë temperaturën dhe nevojshme. Ashtu. Sa të shtroj unë këtë tani, Anila, do të na bëhen gati. Okej. Mbajmë një 2 petë, do me thënë që ti kemi. Se s'ka neva, hajde ta bëjmë furse. Ta bëjmë furse, me që e kemi. Pa tjetër. Se dikur nëna tona, e mbajmë si tani, edhe gjyshet i bën me dorë. Duhet thënë që dikur edhe në kuzhinë, këto aksesorët që sot i kemi mundësi t'i kemi në të gjitha familjet nuk kanë qenë, kështu që zonjat kanë qenë disi më praktike. Tani, këto do t'i vendosim të rrudhosura në këtë mënyrë. Vendosim edhe një tjetër deri në mes, do me thënë, e rrudhosim ashtu. Vendosim edhe petën tjetër. Në këtë mënyrë, e spërkasim
me gjarë, edhe me vaj faktikisht. Ashtu. Do marim petët e pjekura se u poqën. Okej, dhe do t'ja shtojmë. Po, do shtojmë një shtres metod dhe do t'i vazhdojmë si t'i bëjmë me radhë dhe ja do t'i tregojmë tani me njëherë. Regull, ne të gjithë të sasin e gatuar do t'a përdorim gati në byrek apo është shumë? Po. Të gjithë, në? Nuk është shumë ajo, shiko si na u poqën këto neve, na u bënë si... shiko, kjo është do marin shie. Sa të mira na u bënë. Edhe shpejt e shpejt. Po. Kjo është byreku shpejt e shpejt. Po, këto petët e pjekura, se kejt den do me thënë se sa shie, bashkë me ato pjesën e tyre koçkullave, i japin shumë shie. E vërtet. Dhe të njëjtën praktik petësh mund të përdori edhe në variantet të tjera të byreqeve. Ne kemi gatuar edhe me mbushje të tjera dhe qëndron shumë mirë. Me mishë bëhet kjo, me lakrore të ndryshme, me djath, me gjizë, me krem djathi. Me çfarë të duam, me çdo lloj mbushje bëhet. Ashtu tani duhet marrim ta shtojmë. E trazojmë. Edhe shiko se sa na vjen dhe një aromë mirë neve këtu. Po, dhe ka një ngjashmëri me fasule, është një familje, po. Në atë familje është, kështu që sigurisht që do ta ketë mirë, ishte ullur pak temperatura, por neve, kam thënë dhe herë tjetër, në momentin që neve nuk e lëmë, po e vëmë direkt në sobë, nuk ka problem. Dhe ne do ta vendosim direkt në sobë të ngrohur. Ju në shtëpi do ta lini të ftohet pak mbushja, ose përgatiteni më herët që ta keni të ftohtë në momentin që ja shtoni petëve. Por në këtë rast, duke qenë se petët janë të pjekura, do të thithin me një herë këtë lëngun e nxehtë. Vaj ulliri. Shiko, këto janë pa i ndyrna, edhe njëra dhe tjetra. Kështu që kur e shikojnë në visat hedhin pak neve vaj, thonë bo, hodhëm si vaj më tepër. Jo, nuk hodhëm se kemi petë, se s'do ham petë, do ham pak i ndyrë të mirë, që është dhe vaj dhe gjalpi kanë kombinim shumë të mirë dhe i shkon jashtëzakonisht shumë. Për më tepër që të dyja produktet që ne kemi sot, si vaj ullirit është vaj ekstra i virgjër Himara, gjithashtu edhe gjalpi është ai paketimi që ne ja u kemi treguar disa herë, gjalpi i freskët që i gjeni pikërisht në frigoriferët e dyqaneve në Ranci. Byrek më të mirë nuk keni për të ngrënë. Provojeni dhe do më kujtoni. Ç'është e vërteta, ka shumë shije, edhe me vlera ushqimore është, dhe me ekonomik është. Kështu që është mirë ta përgatisim. Ata ishën këto, me që se dje kanë i latë. Ja u vendos produktet këtej që të hapim pak pamjen dhe të shihet çdo veprim edhe në shtëpitë tuaja. Në rregull. Tani, është pjesa tjetër. Shtresën e dytë, po themi, mbushjen. Dhe në fund do ta mbyllim me petët e njoma. Njoma, në gjuhën popullore, quhet petë e njoma. Pa pjekura, do me thënë në këtë rast. Po këto petët e pjekura janë ato që bëjnë diferencën. Edhe me këto, do me thënë që i kemi të gatshme, nuk kuptohen nëse neve i kemi pas, do me thënë, petë të gatshme, apo i kemi hapur vetë. Po. Edhe kjo neve mbushja në është zjerë mjaftë mirë. Një në është bërë një trajt kremoze. Shumë e mirë u bërë. Shumë e mirë, vërtet shumë e mirë. Tjerë pak vaj në fakt. E ruajt e gjalpin për në fund? Po. Se duhet pak vaj, pak gjalpë të Kuptova. Ti njove prime tani. Se këtu brënda Anila, me thënë të drejtën, kam hedhur pak gjalpë në momentin që i kam zjerë. Prandaj i hedhë këtë si për kështu. Dhe ki vaj është vaj mirë. Patjetër. Kështu që... Atëherë, petët që na ka mbetur, pra një paketim petësh është mjaftueshëm për këtë byrek. Duke lënë. Duke i racionuar, duke i ndarë ta më 2-3 petë për shtresën përfundimtare, 3-4 për sipër dhe pjesën tjetër duke e ndarë në shirita dhe duke i kaluar një të pjekur, pra me pak zgrip, me pak gjalp apo vaj në furrë, shumë pak, as 5 minuta nuk duan dhe janë gati. Mbushjen tashmë ju e pat se si bëhet, kështu që ky është ai byreku që mund ta bëjnë të gjithë, edhe ata që nuk shquan
për hapjen e petëve. Po, byrekësh edhe keni të vështirë të hapni ato petët një nga një. Kjo është një mënyrë që kur të piqet dhe kur të prihet nuk do të kuptohet madje se si është bërë. Është e vërtet, nuk do kupton nëse e keni hapur domethënë vet apo i keni të gatshme. Kaq shumë domethënë mënyra se si neve përgatitim. Kaq i mirë bëhet. Ta vëm dhe këtë të fundit tani. E vëm edhe atë të fundit. Mendoj që duhet të themi disi edhe për pjekjen, duke qenë se është një mënyrë pak ndryshe, apo pjekjen e ka njësoj? Tek ajo në 180 gradë dhe do ta lërin për 40 minuta. E do 40 minuta? 35-40 minuta faktikisht. Duke e kontrolluar herë. Do ta kontrollojmë sepse janë dhe kur janë petë të gatshme, e duan pak më pak kohë. Pak më pak temperaturë. Plus që mbushja gjithashtu është e gatuar brenda, ndaj nuk kemi produkte të ishte. Edhe të rrotosur e bërëm, dhe tradicionale e bërëm, si nuk e bën nga të gjitha i bëm. Ku mos dali mirë kë, thuaja pak atë shpejt. E me gjalpe me vaju, ulliri e bëm, e ku mos të bëhet i mirë vërtet. E ndërkohë, më tej sot do të sillim edhe një ëmbëlsirë, siç e prezantuam pak më herët, kështu që këtu përpara meja janë edhe produktet që do të na duhen. Kemi këtë kremin e djathtin fantastik, në fakt që ne e kemi përmendur disa herë, dhe unë vazhdoj ta kem me dëshirë t'ju them që ka edhe goxha, ka 1.5 kg, siç po e shihni, dhe kremi i djathtit asnjëherë nuk shkon dëm në familje në shtëpi, sepse është ndër ato produkte që ju fare mirë mund t'i vendosni në shumë receta, në ëmbëlsira, por edhe në receta të kripura. Që tek ato brusketat e thjeshta që përgatisim për të hampur vaktin apo për të shoqëruar salaturinat në tryezat tona, e deri tek suprat e ndryshme, gjithashtu edhe tek ëmbëlsira që do të sjellim sot, e cila pa diskutim do të bëhet edhe në një miksim me panën e ëmbël, kemi aromatizuesit aty poshtë, kemi gjithashtu edhe fisikët e coptuar, kemi konservën e pjeshkës, kemi biskotat e thërmuara, çfarë na duhen tjetër, sheqer i pluhur, të cilat një nga një ne do të gjithashtu edhe biskotat savoiardi, që janë të rëndësishme në këtë recetë. I kam sjellë dhe një rëndë tjetër me qëllim që janë visa të zgjedhin ato që çfarë ju ndodhi. Nuk është e thënë, domethënë nuk ka përcaktim, një lloj biskote. Një lloj biskote. Një lloj biskote që mund ta gjejnë. E vendosim? Po do ta vendosim. E kemi gati, domethënë furrën e kemi të ndezur neve se më përpara kishim vendosur që poqëm edhe petët, edhe kemi të nxehtë. Në furrë, direkt. Me njëherë në furrë. Hajde, janë Nisemi për në furrë, ora është 9:21 minuta, që do të thotë do llogarisim edhe kohën kur do ta kemi gati, që pak a shumë është diku rreth orës 10:10. Kështu që jemi në orarin që duhet, në orarin që na vjen miq në shtëpi. Domethënë prezantojmë recetën gatimi që ne bëm për juve sot. Okej, tani. Byrek i thjeshtë, i shpejt, i shijshëm, i shëndetshëm, një byrek tradicional. Do vazhdojmë këtej, apo do t'i afroj produktet? Si e ke më mbar ti? Më duket se nuk të krahun këtej e ke gjithmonë më kollaj. Gjithmonë e ka më mbar dhe më kollaj. Ta fikim sobën, se nuk do na duhet. Afrojmë këtej. Edhe të fillojmë, domethënë këtu do hedh djathtin faktikisht, sepse panën e kam brenda në frigorifer dhe madje të marr panën që të bëj përzierjen, sepse duhet të dimë, kam thënë gjithmonë, që nuk duhet ta lëm në tryez panën të jetë ngrohtë, edhe ne aq më shumë ambienti jonë shumë i ngrohtë këtu, edhe nuk na i lë që ta kemi të freskë. Ne kemi thënë gjithmonë që pana duhet të qëndrojnë në frigorifer, sepse kjo jo vetëm që e ruan të freskët, janë ca produkte që duhen mosdëshmërisht të qëndrojnë në frigorifer, po ndihmon edhe për punimin e saj, duke e kthyer në një krem shumë shpejt. Besoj tani, na harin këtu. Ndërkohë që presim të na arrihet, e shohim recetën e ëmbël në ekran tani, meqense me të do të merremi, për ju që nuk e keni parë pak më herët, po e rikthejmë ëmbëlsirë e freskët me biskota, pana dhe komposto pjeshke. 1 pako biskota, 2
200 gram pana, 250 gram krem djathi, 1 vanilje, 1 lugë sheqer pluhur, 1 kuti komposto pjeshke. Kjo është e gjithë receta e plot, puna fillon duke rahur në një endë të thellë panën, derisa të shohim që do të filloj edhe do të ndryshoj atë pamjen e saj. Besoj se më pas do të bëhet lidhja me kremin e djathit, megjithatë mbetet për ta parë. Si duket? Do ta lëm për momentin edhe këto anila. Okej. Të qëndroj, do të nxjerrim djathin dhe do të hapim tek ajo ena aty që kam ajo tava. Kjo këtu? Po, do të nxjerrim, do me thënë, komposton. Sepse do të më duhet kompostoja të gri pak në makinë grisë një pjesë për të trazuar këtu me pjesën e kremit. Kremi djathit hyn në shumë receta faktikisht dhe në një bashkëpunim, do me thënë, dhe tani në sezon të dimrit, më falë të pranverës dhe të verës, të përdoret shumë për të bërë ëmbëlsira të ndryshme. Komposto. Do të hedhim atje, do marrim një pjesë, të hedhim këtu. Shumë të mira. Pra të komanin e ranzi, gjëni çdo lloj gjë, nuk është, s'ka gjë. S'ka problem. S'ka problem. S'ka problem. Kemi pecet. Që kam bushur plot fare. I kam maj me maj. E kam bërë me maj, se në krye fare është, po. E pas kam bërë me maj fare. Ja, hajde, s'ka gjë se po i hedhim këtu anil. Mos u mërzit. Jo, më nuk mërzitëm fare, pëse të mërzitëm më? Ashtu. O, sa të mira që janë. Ashtu. Tani, unë faktikisht, do hedh një dy këtu, se dua që këto copzat i hedh këtu tek pjesa e kësaj. Do t'i grim. Ashtu. Ndërsa vanile do hedhim tek pana. Do hedhim pak këtu. Do mbajmë ca që do bëjmë një shtrim. Vaniljen e kemi edhe shurup, e kemi edhe kristal. Kristalin do hedhim në vanilje. Këtë do hedhim. Pak do bëjmë këtu që... Janë disa variante. Vanilje është lëng, po është aq aromatizues. Kjo është në formën e kristalit, është kështu. Ja është aq aromatizues, saj që ju duhet pak fare, shumë pak. Dhe e ndjeni me një herë, se të mire ka aroma. Tu tek djati, do ta përzijem me këtë një pjesë të pjeshkve. Sa e mirë do dalë kjo? Ta vëmande që të kemi mos edhe ta shikojmë shumë e mirë, bëhet një ëmbëlsirë shumë e mirë, e freskë dhe shumë e shishme. Kati, Urdo. na prish pune nëse e lëm punën për momentin edhe kthehemi, ndoshta i vendosim në frigorifer panën, nuk e di çfarë panën do vendosim vetëm në frigorifer sepse thash nga temperatura e ambientit, ndërsa kjo nuk ka nevojë. Nuk e gjen gjë atë. Jo, asnjë gjë, kemi gati. Këtu do të hedhim edhe sheqer, do të hedhim edhe vanile, por le t'i presim andisa për të treguar tamam ashtu siç duhet receta. Faleminderit. Mos u largoni, pak fare publicitet, jemi këtu, do mbarojmë recetat. Jemi rikthyer në studio, jemi live në Villa 24, kemi lënë një ëmbëlsirë në mes, të cilën thamë do ta vijojmë kur të rikthehemi në këtë pjesë të dytë. Po patjetër, atëherë të dashur anësa, siç e pat ne në fillim fare filluam për të përzier këtë panën, të cilën e kemi kthyer në një trajt mareng, do t'i shtoj faktikisht unë një lugë, juve nëse doni hedhni 2, si ta doni, sa të ëmbël e doni, kjo është preferenca juaj. Dhe kam hedhur dhe vanilën dhe ndërkohë që do t'i bëj një përzierje.
gati. Kjo është përzierja përfundimtare. Okej. Ndërkohë, kjo sheqeri pudër nuk na duhet. Ta kalojmë andej anil, mund ta vendosim. Tani këtu do të shtojmë pak nga ky kremi. Dhe gjysmën tjetër, domethënë, do ta mbajmë që ta hedhim në një formë, mund ta përdorim kështu siç është, por meqense neve kemi një formë, edhe këto i gjeni edhe te kompania Neranzi, i merrni një herë dhe i mbani për të përgatitur ëmbëlsi, domethënë t'i dhënë formë. Ta mbajmë këtej këtë, që mos të na ngrohet. Edhe Ndërkohë, edhe komposton e pjeshkës shoh që Katia ka ndarë në disa pjesë më të vogla. mendoj që edhe këtë kremi ti bëjmë një, si thua, përzierje. Do ta shtrosh në dy variante, edhe në gotë, edhe në tampë. Okej. Nuk ka nevojë, është mirë mjaftueshëm. Tani, ky është kremi që kemi përgatitur me djatë të shkrirë, me copza nga kompostoja, edhe nga pana që neve kemi hedhur brenda. Po. E kemi gati këtë krem. Tani fillojmë, që do të thotë. Po. Këtu kemi, unë do ta bëj edhe me këto biskotat Savoyard, por kemi dhe biskotat të thermuara aty Anila. Ja këto këtu. Janë gati. Mund ta bëni me të gjitha llojet e biskotave, pra që ju gjenden në shtëpi. Të thermuarat në fakt janë tipike për ëmbëlsira. Tipike dhe sepse janë dhe më të forta dhe nuk zbuten ajsa të qullosen dhe të zhduken në momentin që ne i shtojmë kremra të ndryshëm. Këtu kemi lëngun e kompostos. E zbut edhe sigurisht që jep edhe shijen. Ashtu. E lëm për momentin. Që të zbutet. Dhe marrim me radhë biskotat. Anila, mos na shohej byreku? Byreku është gati. Është gati? Është pjekur, po. Kështu që është momenti që ne ta nxjerrim nga fura. Sepse kemi bërë një byrek me kot shkulla. Shumë të shishëm, të shpejt dhe të thjesht në përgatitje, me peta të gatshme, gjysmën e së cilave i dham edhe një të pjekurve të çmas, një mënyrë interesante në fakt. Do të keni parasysh që biskotat nuk do t'i lëni shumë brenda, thjesht. Njaku është. Aromën e ka shumë të mirë. Është një byrek tradicional që ne sot e kemi gatuar me produktet Neranzi. Shumë i mirë duket. Do të hedhim një shtresë nga ky kremi, i përzier, dhe lart do të vendosim nga kremi tjetër që kemi kthyer në marengë. E rëndësishme është që kjo duhet lënë të qëndrohet, që të, si thuash, të lidhen shije, të zbuten dhe të bëhet ashtu siç duhet, domethënë i freskët. Tani Heshtje. Heshtje vendosim. Dekorim. Dhe këto aty këtu. Ashtu. Dosim edhe pak nga ky kremi. Tani, anvisat mund ta bëjnë sipas dëshirës, nuk është se neve kemi një lloj mënyre. Dekor, pra me këto
qeset e pastiqerisë që na ndihmojnë shumë në fakt sa herë që përgatisim ëmbëlsira. Mirë është që të qëndrojë në frigorifer, qoftë edhe në qesk, momentin që bëjmë këto zbukurimet. Mendoj tani Anila që mos të vëmë aty, por se do vëca dekza borzilok ose nga këto që kam brenda dhe të vendosim një këtu tek pjesa e gotës. Edhe këtu më pëlqen, nëse hapet kjo Anila, edhe piper roz. I do në kokra. Në kokra që t'ja hedhim sipër. Po. E hapa, po më mirë me bartet tua. Ndërkohë që kemi edhe fistikët që përsëri. Edhe fistikët mundet të më thënë t'i vendosim. Po faktikisht u shkojnë, do me thënë këto jeshillëqet. Shumë bukur. Një ëmbëlsirë e freskët. Se mos ta ngarkojmë më me këto. Është okej, dhe mua më duket shumë mirë. Nuk dua që të ashtu, thjesht do vendosim edhe një këtu sipër tek pjesa e kësaj, edhe të vendosim. Më mirë me duar kati, se ndoshta të dalin më shumë se ç'duhet. Edhe duhet të dim që piperi roz, përveç se zbukurimit, ka dhe një shije shumë të mirë, sidomos nëpër këto ëmbëlsira. Shkon jashtëzakonisht shumë dhe i jep edhe shije. Tani nuk e di çfarë t'i bëjmë ndonjë gjë tjetër asnjë gjë. Po, edhe një çik kështu, Fistik po. te gota ndoshta më shumë. Se janë shumë të këndshëm këto fistikët e thërmuar, madje janë të bukur. T'ja hedhim tani neve këtë. Ashtu të shpërndar, po, një Para më tepër, po s'ka gjë. Kur do lëpjanta. Kuqja dhe roza shkon. Ja, Ja ka hedhim dhe gota. kësa me Anila, Idhja. se i shkon fistiku me thënë drejta. Kombinon edhe me ngjyrën dhe edhe me shijen. Më se s'fistik është, se s'është ndonjë. Hajde, tani. Të lumshin duart, tani, çfarë do të bëjmë? Mendoj të afrojmë pak edhe byrekun. Pastrojmë vendin këtu. Edhe kështu, ndahemi edhe me ata që kanë qenë duke qëndruar me ne deri më tani, duke u treguar edhe një herë 2 recetat për sot. Kemi byrekun me koçkulla, kemi edhe ëmbëlsirën me biskota, edhe me pana, me krem djathi, gjithashtu edhe me komposton e pjeshkës. Të dyja këto receta ju i gjeni duke klikuar pak më vonë në 2 kanalet tona zyrtare, në News 24, në Vila 24, ja ku jemi këtu tek Vila Jo, gjithashtu edhe në Balkan Web. Të mos lëm pas dore gjithashtu edhe format e tjera të shpejta që janë pikërisht platformat virtuale si Instagram dhe Facebook. Kati jemi në fund, kështu që mendoj që duhet bëjmë edhe përshëndetjen. Po, nëse kemi përfunduar, juve bëjeni në shtëpi gëzuar, dhe edhe pse është narden, por është si sa një pije e shëndetshme. Atëherë miropafshim, kaloshi sa më bukur, mos hezitoni përgatisni familjen tuaj sepse vërtet do të ngelin shumë të kënaqur. Nga unë Katerina, miropafshim. Kaloshi bukur, Anila. Ma kaloj fjallën mua. Të lumshin duart, Katerin. Kujtojmë edhe njerë zonjat edhe zotrin që nesër në orën 9 ne do të ritakohemi për të prezentuar tek ju të tjera recetat të vlefshme që na shërbejnë në të gjitha vaktet tona të ditës. Ide pafund që propozohen çdo mëngjes nga këndi i gatimit në Vila 24. Për momentin shkojmë në një hapësirë publicitare.